Sot 36 rekrut të rinj nga komuniteti bosnjak, ashkali, turk, egjiptian dhe rom po bëhen ushtarët më të ri të Republikës së Kosovës. Po bëhen pjesë institucioneve më të rëndësishme të vendit tonë. Sot edhe dashuria e tyre po merr kuptimin e plot për të shërbyer dhëvët tonë të përbashkët me nder, kënaqëri dhe përgjegjësi. Përmes stërvitjes ushtarake bazë, ju keni dëshmuar vendosmërinë tuaj për të shërbyer vendit dhe qytetarëve të Kosovës. Ju tani jeni pjesë e një force moderne, profesionale dhe gjithëpërfshirëse. Forca e sigurisë Kosovës nuk është vetëm një institucion ushtarak, është simboli i sovranitetit, përkushtimit ndaj vlerave demokratike dhe partnere e besueshme në skenën ndërkombëtare. Betohem! Betohem! Betohem!